Planeti ynë është një vend misterios, plot me gjëra të çuditshme, mistike, thjesht të pakuptueshme, që nganjëherë edhe shkencëtarët më të mençur nuk mund t'i shpjegojnë ato. Disa nga këto fenomene të pabesueshme janë gurë të cilët qëndrojnë ajër. Këta gurë të mëdhenj nuk janë vërtet në gjendje të notojnë mbi ujë, por është ende një gjë e komplikuar dhe interesante për t'u parë. Pra, në videon e sotme, ne do të tregojmë 10 gurë të mahnitshëm që qëndrojnë në ajër dhe sfidojnë ligjet e fizikës. Guri balancuar. Ky gur i mahnitshëm në Skoci tërheq shumë turistë që vinë enkas për të. Vetëm shikojeni këtë shkëmb. Duket sikur po sfidon ligjen e gravitacionit universal. Shkencëtari i madh që po punon për teorinë e tij shkencore nuk mund ta imagjinonte që planeti ynë është shtëpia e këtyre gurëve të pabesueshëm, të cilët nuk ndikohen nga forca e gravitetit të tokës. Megjithatë, ky fenomen natyror nuk është i pazakontë. Ky gur mbështetet në skajin e një guri tjetër dhe është i lartë më shumë se 30 metra. Përveç kësaj, guri ka një diametër prej 6 metrash, por as tuia, erët e forta apo dallgët nuk mund të rrëzojnë atë. Guri i artë. Për më shumë se 2500 vjet, një gur gjigant graniti qëndron i varur në këtë majmali në Myanmar.